dëgjues të programit të Drejt për Drejt, mirëmëngjes Shkodër. Sot studio jonë është e mbushur me të rinj, protagonistët të një shfaqje interesante, është komedia d'arte e Princesha e Bizantit, e cila është shfaqur në skenën e teatrit Migjeni, një skenë prestigjioze për të ngjitur në të teatrit Migjeni Nderi i Kombit. Me mua sot në studio janë të rinj të qendrës kulturore Atelier, të cilët deputuan në këtë shfaqje dhe u duar trokitën nga të pranishmit. Me mua sot në studio është autori dhe regjizori i kësaj shfaqje, Vladimir Doda, së bashku me grupin e të rinjve. Ladi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën ndërkohë. Ndërkohë, do të dëshiroja që... A bën një prezantim shpejt? Po, patjetër, do të dëshiroja që të gjithë djemt dhe vajzat që janë këtu të prezantoheshin. Atëherë, fillojmë nga... Unë jam Arber Bala. Ester Husinaj. Todi Kasemi. Wendy Bizi. Vitmir Ali Kokej. Jursi Temali. Fillimisht kemi edhe disa që janë në ardhje, shpresojmë. Le të shpresojmë sepse natyrisht studio jonë e mëngjesit është një studio që komunikon dhe i presim me shumë kënaqësi. Si ndjeheni tashmë që morët duartrokitjet, shfaqet këtë pjesë që për të cilën ju keni punuar prej kohësh? Po filloj shpejt unë. Kjo është një komedia dell'arte është një zhandër komedie tipike italiane, ose ta themi shqip, komedia arti. Komedia arti. Po çdo të thotë arti ka të bëjë me artin si zanat, artigiano, vjen nga artigiano, do të thonë si zanatçi i teatrit. Në këtë rast. Dhe është një zhandër komedie që zhvillohet në shekullin 16 dhe më tej. Tash që ka të bëjë me ca tipe sociale fikse dhe pastaj zhvillohen më shumë. Në këtë rast jam unë me adaptu, si më thënë, si nga ana e interpretimit apo si nga ana e teatrit, si më thënë, e ekspresivitetit dhe nga ana e shkrimit me diçka shqiptare. Kupton, që mos ishte larg që edhe publiku ta kishte më lehtë njeh me personazhet. Pikërisht kjo gjinie e artit, e cila fillimet e saj i ka shumë herët, siç edhe ju tha, vjen me aktualitetin e saj në temën që trajton, temën e korrupsionit, temën e emigrimit, të cilat siç duket janë të hershme dhe vazhdojnë të jenë aktuale. Nuk është asnjë gjë e re ajo që kam bërë, si më thënë, për sa i përket aktualizimit, por është një lloj dekalazhi. Tani sapo ka ardhur edhe Solindi ta prezantoj. Ç'kemi? Jam Solen Lohja. Dhe është një lloj dekalazh që ka të bëjë me, si më thënë, aktualizimin, merret historia si pretekst e ambientuar në vitin 1119, ka personazhe të vërteta historike, për shembull si Ana Komneni që ka qenë një princeshë e Bizantit, dhe personazhe të tjerë, por që gjithsesi pastaj ka të bëjë me një dramaturgji që zhvillohet dhe dilet nga ana, domethënë dalim jashtë anës filologjike, domethënë nuk është se ndjekim tamam historinë. Atëherë, edhe është një mënyrë tjetër e të shkruar dhe të punuar të këtij zhandri komedie ka të bëjë edhe me adaptimin e personazheve në bazë të karakterit dhe të identitetit edhe të aktorit vetë. Ju e keni shkruar këtë tekst. Si u lindi ideja, sepse ju sapo thatë tema është themelore, por ndërkohë që ju e keni përshtatur vetë karakterit të rinjve që losin në këtë. Do them dy gjëra dhe s'du me folë shumë se du me lënë edhe ta me folë. I herë falenderoj Josef Shirogën, du ta falenderoj sepse ka marrë pjesë dhe ka ndihmuar shumë edhe me përgatitin ndërkohë të grupit të rinjve, të trupës, të aktorëve të rinj. Angel Gjugja që është edhe si tutor, le të themi, si mund ta themi, tutori koordinatori i qendrës rinore të dy, du t'i falenderoj. Dhe ideja ka lind, unë e kisha në mendje të bëja diçka të tillë, ja kam propozuar disa herë, si më thënë, Rita Gjekës teatrit, por ajo gjeti në vuni kontakt me Angelin, që mund të bëja diçka, domethënë, për të pa si fillim se si mund të zhvilloj kjo ide. Pastaj si subjekt, sepse du të them diçka për sa i përket se e kam thënë si skenarist. Kjo vjen nga një fjalë
festival italian që ka të bëjë me scenario, kanë qenë subjekte, quaj subjekte që na kanë ardhur rreth mund të jenë rreth 100 subjekte që kanë ardhur në historinë e teatrit, akoma sot për sa i përket komedisë së artit dhe janë si subjekte jo të zhvilluar komplet si tekst dramaturgjik. Dramaturgjia ka të bëjë edhe me aksionin, nuk është se ka të bëjë vetëm me tekstin fjalët. Pra, adaptimi në këtë rast, sepse një tekst vetvete, domethënë për sa komik që të jetë, nuk funksionon, domethënë ka nevojë për aktorin. Përveç se një regji është okay, por ka nevojë për aktorin, për identitetin e tij, mënyrën se si aktualizon me tashmen. Tani për më tepër që komedia e artit nuk është në përgjithësi komedi e batutës, është komedi e situatave që krijohen dhe që të bëjnë të mendosh e në një farë mënyrë duke i servirur si komike, ato japin mesazhet e veçanta apo jo? Po, është një komedi që më ndërthur shumë gjëra, aksionin, batutën, situatën, është e vështirë, le të themi se është e vështirë për mua, për shembull, e kam vënë re tani, ndërkohë që punoja me këta, e kam vënë re që unë i kthehem, nuk është se kam bërë vetëm këtë, domethënë gjatë punës time teatrale, unë i kthehem, jam kthy periodikisht rreth çdo 3 vjet kësaj. Pavarësisht se edhe kam vënë re se e kam edhe si nevojë, sepse është një lloj teatri që të vën sfidë vazhdimisht me vetveten, vën sfidë. Komedia vetë është një lloj sfide. Si e morën këto të rinj, ky grup, kjo trup, si e morën këtë vepër? Si e perceptuan? Sa e përtypshme, e thjeshtë apo e vështirë ishte? Unë dëshiroj t'i drejtohem Todit, sepse Todi nuk e di rolin që ke patur Todi këtu, por nuk është eksperjenca e parë me artin, apo jo? Jo, në fakt nuk është eksperjenca e parë me artin, por si eksperiencë me Vladimir Dodin ishte shumë e bukur. Roli im ishte roli i kapitenit, ku roli im kërkonte domosdoshmërisht që unë të kisha maskën dhe ishte një përgjegjësi e madhe të kishe një maskë, sepse duke pasur një maskë në fytyrë i detyruar të vendosësh hipokrizin, mashtrimin, gjithë ato ndjenjat e këqija. Dhe realiteti me cilin shikon pas asaj maske të ndryshon komplet edhe personazhin që si individ. Nuk mund të them që ishte e lehtë për ta bërë si rol, por jam munduar ta bëj siç duhet. Po, ndërkohë Vitmiri është një personazh tjetër edhe që ndoshta ka tërhequr edhe vëmendje në interpretimin, në zhdërvjellësinë apo në komunikimin me spektatorin dhe skenën. Si e morë këtë rol dhe cili ishte konkretisht roli yt? Roli im ishte pak a shumë si roli i shërptorit. Dhe Vitmiri ka edhe 2 role, po. Më një kështësh po e zbulojmë tani. Ka pas edhe rolin e një qenje hynore, disa vetë, mbi natyrore, Pegasus, që unë dalë në fund edhe unë i bëj magji tonë dhe këtyne tjerëve. E patë vështirë ti zbërtheje këto role në skenë? Jo, në fakt është përshtohet pak a shumë si mas karakterit tëmë. Çdo gjë është përshtohet si qa bëjmë një jetë, qa lëvizje, se kena jetën tonë, si është shira jone e përditshme. Sepse edhe pak më herët Ladi më tha që vetë teksti është përshtatur karakterit dhe personazheve edhe vetë aktorëve trupës së teatrit, apo jo, Ladi? Po, nuk duhet flisja shumë po le të themi, le të pyesim këta se si kanë ndjekur, se cili prej tyre dhe sipas tyre mund të jetë aktualizuar ose përshtat me secilin prej tyre. Atëherë, roli jem ka kanë roli doktorit, një rol cilin e kam shiu pa mas sepse më ka pëlqy, dhe mund ta them që herën e parë kur kam marrë tekstin, që se krahasojmë tekstin e herës parë me tekstin që kena prezentu për herë të fundin në teatr, ka një ndryshim shumë të madh. Përveç se jena munua unë jemi përshtat tekstit, Vladi ka bë punën më të madhe që më na bë tekstin sa më të lehtë që me kuptu. Tema e korrupsionit është një temë sa e lashtë, aq edhe aktuale. Si ka pulsuar tek ju kjo temë për ta zbërthyer dhe për ta interpretuar? Për personazhin tem, unë mendoj se kjo temë më ka dhënë forcë që më e bë më mirë, sepse tanë personazhi im ka kanë të njëja temë. Tanë se si njerëzit i
bajnë korrupsione. Unë kam kanë ai personi i keq i cili vetëm dosha me manipulu njerëzit, pjesën më të madhe dosha me fitu për veti. Ndërkohë që kjo temë të ngacmon, apo jo? Sepse ti je nxënës, maturant. Po sigurisht kjo temë nuk ngacmon veç mua, ngacmon të tanë, se korrupsioni do të thonë me të marrë diçka që ti se ke. Për momentin kur shef ka herë që s'ke asnjë gjë, me ta marrë janë që s'ke me të bashkë. Le ta vazhdojmë Ka dhe tema mendimin. tjera, dashuria, ka shumë tema brenda Po. tekstit. Po, roli jem ka qenë një dashurumes, ku unë bin dashuri me një djalë, edhe mundohem për me bë këtë gjë me funksionu këtë lidhjen tonë, por në fund nuk funksionon. Mos zbulojmë fundin. Jo, ajo është zbuluar sepse shfaqja ka dalë tashmë. Ja, do ta ribajmë. Mirë, ndërkohë do desha të dija, kjo është hera e parë, për shembull për shumicën prej jush që prekni skenën në interpretim, jeni një grup që funksionon në këtë aspekt, në aspektin e teatrit, apo si u mblodhët? Atëherë, ne na mbledh thjesht si workshop në fillim, për dëshirës që gjithsecili prej nesh një grup, për dëshirës që ne kishim për me aktru. Edhe jena shumë falemnderuese që më na erdhi kjo mundësi me bashkëpunu me Vladin edhe Jozefin, po për me performu në skenën e teatrit me Gjeni, sigurisht që ishte hera e parë. Si jeni ndjera? Nuk di me ta thanë. Emocionet kanë shumë emocione kena pas. Biles në i batute edhe mund kena harru me e thanë për emocioneve. Ndërkohë që të Wendy do desha të merrja mendimin e saj për realizimin e rolit që ti ke. Atëherë, roli jam ka kanë roli një krijese miniatyrore, Zanës, edhe faktikisht ma përsot pak a shumë edhe me emrin, se unë kam Wendy edhe për Peter Panit. Peter Pani. Po. Edhe roli jem ka kanë, do të thonë, unë kam bo Magjina, kam bo bashkë me Pegasusin, që kena kanë pak a shumë si qift. Po, edhe kena kanë ana keqe edhe ana mirë, një farë mënyrë si me e thonë. Edhe mendoj se rolin Ki punuar shumë për ta nxjerrë këtë rol. nuk po them se s'kam punu, do thonë kam punu, por ka kanë një rol që unë e kam kop shpejt se ka kanë pak a shumë si karakteri jam. Edhe ka kanë, unë jam vetë një shetifi, nuk di si me e thonë, po. Ja, ashtu ja. Edhe mendoj se nuk kam pas shumë vështirësi. Po, ndërkohë që djali që qëndron në sfond, do desha të merrja mendimin për rolin që ka realizuar dhe si ka ardhur ky rol tek ty. Të është unë kam pas rolin e Valerius të dashuruarit dhe ky rol ka qenë pak më i lehtë sepse unë jam si tip kështu I dashuruar. jam i dashur me tjerët. Edhe jam si tip i but. Ka qenë e vështirë mi kontrollu emocionet në skenë, por e kam realizu, kam arrit me realizu. Duke patur atë, si thuash, emocionin e shpërndarjes së ideve, por edhe të lojës, por njëkohësisht edhe të atyre që qëndrojnë në sallë, si kanë qenë impaktet që ju keni marrë pas këtij interpretimi? Pas interpretimi nuk di si me shpjegu. Ju kanë pëlqyer, ju kanë kritikuar? Në domethënë gati gjithë na kanë pëlqyer. Kurse disa kanë marrë si lojë, si qeshën, si shoqni. Kjo është ideja që ju keni shpërndarë, ndërkohë që le ta drejtojmë mikrofonin. Roli jam shfaqje ka një rol personi që bezdis shfaqjen edhe në shumë raste shfaqjes kam hinë skenë kur tjerët nuk e prishin. Kur tjerët nuk e prishin dhe I bezdisja të tjerët me disa pyetje të çuditshme dhe që ishin krejt jashtë kontekstit se ç'a ishte të u bën ato momente në skenë. E nërpresha shfaqjen të I bë pyetje, unë mund të ishe I ulën në publik edhe nërpresha shfaqjen të I bë pyetje atyne që ishin të folën në skenë, edhe të I bë pyetje mi vërtetësinë atyne që ato thoshin. Po kjo kërkon edhe guzim, kërkon vetë përmbajtje shpesh herë, por edhe tërheqje vëmendje ndaj të tjerëve. Nuk është një rol I thjeshtë sipas meja. Ndoshta nuk është rol I thjeshtë, po më ka pëlqyer me e bë sepse jo se kam dashur një bezdisa të tjerë, më ka pëlqyer me e bë sepse ka kanë diçka që
e kam një, jo e kam një, po e kam bë me dëshirë sepse koken ndoshta pak me bë humor për skenën, edhe për ata që kanë të e po shfaqjen. Ndërkohë, sa kohë keni punuar për të realizuar këtë shfaqje? Todi? Po? Unë në fakt kam ardhur ndër të fundit të aktor, sepse në fakt e mora vesh i fundit për gjithë organizimin, por unë jam munduar të përshtatem rolit për 3-4 javë. Në fakt, çfarë ishte për ju kjo shfaqje? Unë di që Todi nuk është eksperienca e parë artistike, sepse ke marrë pjesë edhe në aktivitete të tjera, madje ke luajtur edhe në filmin e Ardit Sadikut, Takim në ajër. Për ty si ishte kjo eksperiencë? Kjo eksperiencë ishte më shumë për të vendosur veten sfidë. Pse? Personazhi i cili unë paraqita në skenë ishte kundërta e personazhit tim. Nëse çdo kush është munduar të përshtatet personazhi tek vetë personi, ndërsa unë jam dashur të përshtatem tek personazhi, sepse ashtu ka kërkuar situata tim. Kjo gjë të ka bërë që të kesh më vetbesim për të realizuar role. Po, kur ban një personazh cilin ti nuk i kërkon me të në aspektin e karakterit, ajo të ban të jep më shumë vetbesim, sepse ai rol në fakt më ka bërë me zbulu një pjesë teme tjetër që unë se disha se e kisha. Ndërkohë që prirja jote për aktrimin? Prirja jeme për aktrimin, në fakt, hera parë që kam prek skenën ka kanë në mars të këtij viti, dhe fitova një çmim me Meritas Mana si regjizore, dhe pastaj vazhdova filmin me Ardit Sadikun. Mendoj se do vazhdoj përsëri në rrugën e aktrimit. Je maturant apo? Jo, jam vit 2. Gjimnast ose kuka. Qiri dhe ke këtë qasje. Unë të uroj vijimësi të mirë, ndërkohë që dua mikrofonin tek Ladi, i cili siç duket komedinë e artit e ka shumë për zemër, sepse në eksperiencat e tij si aktor edhe gjatë formimit në shkollimin në Itali, por edhe gjatë aktrimit si aktor i teatrit Migjeni, ka debutuar tek Kumargjiu, madje në 2 role të kësaj komedie arti. E ke shumë për zemër këtë gjini të artit? Po, do ta lidh gjithmonë me shfaqjen se ndryshe është kohë. Atëherë, po, e kam për zemër, pavarësisht se Kumargjiu nuk është tamam komedi e artit të kurrë siç është kjo që ne kemi bë. Goldoni, që është autori i Kumargjiu, të quhet si ai që ka fundos, si më thënë, apo varros komedinë e artit, sepse e bëri më moderne, hyri te dramaturgjia. Por e kam për zemër, te Kumargjiu e kemi marrë 2 herë në dorë, herën e dytë kam bë pjesën e protagonistit, por ka të bëjë edhe me një, po, Florindos, ndërsa të parën Lelion, por ka të bëjë edhe me një lloj mënyre që përqasje me tipin e komedisë, me zhandrin e komedisë. Në fakt doja të thoja diçka edhe për aktorët e rinj që janë këtu grupit. Domethënë, unë kam bërë 2 role për shembull te Kumargjiu, por edhe në shfaqje të tjera që kam bë të komedisë artit, kam bë edhe 2 role në një ose 3 në të njëjtin shfaqje. Këtë lloj qasje kam pas edhe me aktorët. Këta secili prej tyre deri një 10 ditë përpara nuk e kanë ditë se cilin rol do bënin, i kanë fut të bënin edhe 2 role për një herë. Në radhë parë sepse mënyrë që të ishin sa më elastik, por edhe mënyrë që ti stimulonte, sepse disa si punave të mirë mund edhe të flinin në utën edhe të thoshin tani më dha rolin edhe vaj shaka. Por është një mënyrë tamam për të stimuluar edhe për gjithë gjërat, sepse disa njerëz edhe jo disa njerëz duan ta shikojnë edhe të bëmë prej dikujt tjetër, përveç se unë rolet normalisht i punoj vetë, ndërkohë që i shkruaj, por edhe ndërkohë që bëj regjin, pastaj i punoj me ta, ndron vazhdimisht. Është një lloj qasje për të përgjigjur sa më shumë gjëra të ndryshme, si më thënë, dhe këta kanë pas secili kanë provu 2 role apo jo. Normalisht unë me disa role jo se jam më i afeksionuar, por gjithë jam mundu t'i baraspeshoj. Për shembull Jursi që ka pas edhe ai ka bërë rolin e doktorit, ndërkohë provonte rolin e doktorit, ndërkohë që provonte edhe Arbri, pastaj njëri do ta bënte në skenë sepse ne shpresojmë ta bënim edhe 3 ditë rresh, pastaj ishte vetëm 1 ditë. Jursi bëri një
le të themi një rol që që ishte i vetmi që quhej edhe me emrin e vet në jetën e përditshme, që ishte një tip roli metateatral, që ka të bëjë me si thënë, raportin direkt me publikun dhe që lidh historinë, po, dhe hyn është një diçka surreale që siç e tha dhe Jursi, ndërpret vazhdimisht aksionin skenik apo e çon përpara, por në mënyrë e lidh direkt me aktualitetin, me atë që apo ndodh drejt për drejt me spektatorët. Dhe ka qenë rol sipas me e ka bërë shumë mirë, secili prej tyre unë jam habit më kanë surprizuar shumë me punën e tyre. Unë mund të them se puna që kanë bërë jo i afrohet, por është e njëjtë edhe mos më thënë me mesataren shqiptare është e aktore profesionist, domethënë. Edhe unë jam befasuar shumë për mënyrën qasjen edhe seriozitetin që kanë pas secili prej tyre. Po edhe Toti që ka hyrë një javë me vonesë, mund të themi, pavarësisht se kur kemi filluar tekstin kemi qenë gjithë pak a shumë njëjtën moment. Por edhe kjo mënyrë elasticiteti që kam kërkuar që në fillim, dhe unë i falenderoj, një për një kam falenderu edhe, por i përgëzoj, sepse si eksperiencë fillimi kam thënë pakten, pavarësisht se si mund shkojë, se çfarë do bëjnë në fund, a japim as e japim, ju jetojeni të pakten si eksperiencë, domethënë jetojeni të pranishmën të tashmen, si eksperiencë pastaj se do bëni apo jo aktorët, kjo nuk ka rëndësi. Në fakt, një nga qëllimet e këtij projekti është edhe qasja të rinjve me skenën, me aktrimin. Gjë që mund të bëhet natyrisht një rrugë që e volitshme, që ata mund të ndjekin nesër ose në të ardhmen e tyre. Shpresoj për secilin ty, po unë shpresoj që të realizojnë çdo lloj ëndra, po të gjejnë vetveten edhe në forma të tjera, jo vetëm në aktrim. Po them për herë të fundit dhe e kaloj. Kjo është hera puna 2 që bëj për këtë vit, se un kam punuar me trinj edhe më të vegjël, por për këtë vit un kam bërë edhe një film tjetër që kam shkruajtur dhe e kam realizuar njëtën formë pak a shumë, për 7 sipas personazheve, me një shok tjetër dhe që ka shku tani po shkon edhe në për festivale ndërkombëtare. Kështu që un jam i gëzuar për punën që kanë bërë secili për ta, edhe për eksperiencën me ta, po shpresoj që ta bëjmë, të vazhdojmë me këtë. Ladi, edhe diçka, çfarë që u dha vetëm një herë deri tani? Si mendoni që atë ta vazhdoni, sepse spektatorin, qoftë edhe nxënësit e shkollave të rinj, mund të jenë të interesuar për ta ndjekur apo jo? Nga feedbacku, nga përgjigjet që kemi pas nga publiku, pritja ka qenë shumë e mirë, edhe është një shfaqje që është dhënë vetëm një herë dhe ka vetëm rritje, sepse këta janë trinje dhe vetëm rritje mund kenë. Është diçka që është aktuale, ka të bëjë, nuk është diçka, nuk ka as më të voglin vulgaritet brenda, u thon që ka të bëjë shumë delikate kjo që paktën për sa i përket modeleve televizive apo gjëra që kemi në kulturën tonë aktuale. Por pritja ka qenë shumë e mirë nga publiku, unë shpresoj që ta bëjmë, po presim, shpresojmë që të ketë një interes si nga ana teatrit që na kanë shfaq, por që të jetë diçka konkrete dhe nga ana bashkisë, sepse edhe nga ana bashkisë ka pas një interes pas pritjes së mirë të publikut, kështu që shpresoj që në janar do ta rimarrim dorë prapë. Ndërkohë, po, kaloj gjithë vetë. Do desha të dija secili nga ju me një fjali për shtypjen që ju ka vënë kjo pjesëmarrje. Si do ta vlerësoni veten ose bashkëpunimin në këtë pjesëmarrje? Atëherë, unë si që thasha më parë... Doktori. Po, doktori. Jam gjëja parë që kam bërë, masi kam marrë vesh që kena me punu me Vladin, me Jezefin jam gëzu shumë, edhe kam kërku për të gjitha që mund të që nëna nevojitet dhe po e them prapë dhe përsëris puna me tanë i këtë grup që ne to ka kanë mahnice. Po. Një dëshirë po. Përshtypja. Roli mu më ka pëlqy shumë, sepse Vladi është mundu me përshtat që një adoleshente të bëjnë rolin e një dashurumet. Provat i kena shiju, mund të thamë ndoshta ma shumë se sa në skenë. Natyrisht në skenë ka shumë emocione. Edhe në prova shumë emocione. Emocionet e skenë. Thjesht është një eksperiencë që vështirë se kena me harru. Bukur, vazhdojnë. Eksperiencë ishte shumë e bukur dhe mjafton themi se puna e grupit ndihmon shumë edhe për të ecur përpara, jo vetëm rrugën e aktrimit, por edhe në jetën e përditshme. Bukur, vazhdojnë.
ka kanë një eksperiencë e pa harrueshme, si herë e parë që ka kanë për shumicën tonë, por domethënë e kena realizuar një skenë bukur, edhe jena gëzu njëtën kohë, në prova dhe në skenë. Wendy. Atëherë ka qenë një për eksperiencave më të bukura që kam kalu, sidomos edhe lidhja me grupin ka qenë shumë e fortë, edhe tash që s'kena prova dhe na duket se jena shumë larg me një tjetrin. Edhe më kalon përshtypje normal të mira edhe emocione kanë qenë pa përshkrueshme. Po. Për mua eksperienca ka qenë krejt e re sepse ka qenë hera parë që shkoshe të qendrën atelje. Edhe shumicën e për këtyre njerëzve ndoshta i kam pak njoh më parë, po ka rastisa kam pas fatin e mirë që secilin prej tyre më njoft edhe prej më afër, edhe mu familiarizu me secilin prej tyre më shumë sepse që është e vërtetë ka pas ditë që kena punu 3 orë, ka pas ditë që kena punu 5, 6, 7 orë, kena kalu ton ditën aty. Edhe për mua ka qenë diçka shumë e bukur edhe mezi shpresoj me bëra. Dëshironi të ktheheni përsëri grupit të aktivizimit në qendrën atelje, patjetër. Unë për shembull Vitmirin e kam parë dhe herë të tjera në këtë qendër. Po, unë fakt punoj vullnetarisht aty. Jam përgjegjës i teatrit të atelies dhe bashkë me koordinatorin Angel Gjuzo, po planifikojmë bëjmë disa shfaqje teatrore të teatrit atelier. Edhe për eksperiencë, si ka qenë? Po, edhe eksperjenca ka qenë një eksperiencë fantastike. Edhe puna me Vladimirin ka qenë një punë mrekullueshme. Unë siç e shoh, jemi në një transmetim të drejtë për drejtë, po siç e shoh kjo pjesë ka ngjallur interes tek spektatorët, por ajo që ka ushqyer tek ju është dashuria për artin, dashuria për të transmetuar vlera, dashuria për të aktruar dhe për të zënë kohën tuaj më të mirë me gjëra të bukura dhe të vlefshme. Ladi, të falenderoj shumë për këto emocione që dhatë me grupin tuaj, por edhe me impenjimet tuaja, kryesisht drejtuar aktorëve të rinj, grupeve të reja rinore për të realizuar gjëra të bukura artistike. Falenderoj për ftesë, falenderoj për vëmendjen, shpresoj që herë tjetër na ftoni përpara se të bëjmë atë premierën, do të bëjmë premierën, tash s'është më premierë dhe do të vim ta publicizojmë, ta reklojmë, ta lançojmë, po. Edhe falenderoj edhe herë, unë falenderoj edhe herë secilin prej tyre, na mungojnë sa vet këtu? 3 vet. 3 vet. Stanislava, Amarila dhe Stanislava. Po. Dhe i falenderoj secilin, ka qenë me vërtet punë edhe Luelda. Ka qenë me vërtet një punë për mua, një punë shumë e veçantë. Këtë vit thash ka qenë hera 2 që kam punu me një grup rinj, por i falenderoj secilin, edhe juve edhe herë. Ju falenderoj, ju uroj suksese gjithmonë dhe mbarësi në vitin që vjen për të pritur të tjera shfaqje, me të tjera duar trokitje, me të tjera vlera që ju shpërndani në ditët tuaja artistike, por sociale shumë, më së shumti. Falenderit. Këmbët sot më sollën tek i njëjti